Është ndarë nga jeta ditën e djeshme një prej këngëtarëve më të njohur në Shqipëri, Shpat Kasapi. Për të folur për, po themi, këtë ngjarje tragjike, kam të ftuar në një lidhje direkte menaxherin e tij Anton Prendi. Anton, faleminderit shumë për intervistën dhe ngushëllime për humbjen e Shpatit. Faleminderit juve. Faleminderit për ngushëllimet. Anton, a mund na thoni pak se si ka ndodhur ngjarja? Ishte fiks, domethënë unë nga ora 2 sa nga morën telefon natë, domethënë jo të sotës, domethënë para mbrëmjes. Edhe më thonë drejtën tash inshallah më nëndër. Inshallah më nëndër. Pastaj kam komunikuar, domethënë po me numrin e shpallë kam folur me nusën e vet. Dhe thashë e kanë shu ka ardhur ambulanca ka marrë, kanë shkuar në spital. Pastaj ka lajmi se sa shno. Ai kur ka ndodhur ngjarja ka qenë në hotel për momentin? Në parlament. Shtëpi, që janë pos. Në mes njerëzve vetë që më në fëshëri minërës të ka pa punë shpati që të hënë gushkën. Njëri si gjithë kosh ja afrën sepse për jetë njëri shumë ishte njëri shumë special dhe çdo ka qenë në parlament i ndë njerëzve të thënë shokët vetë. Pse ishte në Itali Shpati? Në Itali ishte ka qenë edhe për koncert edhe pak edhe për punë djalit. Po për domethënë për të dyja. Nga komunikimi që ke pasur me, po themi, njerëz të afërm të Shpatit, s'ka qenë e mundur fare ndërhyrja, po themi, e mjekëve që mund ta kishin risjell në jetë? Ta do të me zero autopsia fix, domethënë të drejtë se presim autopsinë më rru, edhe si me ditë fix. Por Ju ka shprehur ndonjëherë shqetësim Shpati lidhur me shëndetin e tij, pra ka pasur në shqetësim nga zemra? Jo, por me thënë drejtën edhe babai vet pa shumë, domethënë jo pa shumë për fix për këtë punë, domethënë nga vdekë ai në frat. Pra më kjo mos është diçka si trashëgohet. A kemi informacion se kur do zhvillohet ceremonia mortore? Presim autopsinë, domethënë shpresojmë marrja 2 ditë të marrojë dhe atëherë agjencia funerale e sjell edhe për fix në fund ta dim se sa. Vesh me bëmë thonë se sa ja fot kët, edhe van lajm pa livre. Anton, ju keni qenë menaxheri i Shpat Kasapit. Si e mbani mend, si do e mbani mend Shpat Kasapit? Na ishte shumë shok dhe punosh në bashkë. Se e mojmen, se njëri mrekullueshëm, seriozisht mrekullueshëm, njëri që s'kishte nevojë me bë debat me ta kurrë. Ishte njëri i kuptueshëm, të merrte vesh. Njëri jo si me disa si do të më kapë, do të më bënë. Njëri shumë i marrëveshëm, njëri shumë i qeshtëm, njëri do thënë kishte lezet me ndonjë me ta, kishte lezet me punu me ta. S'kishe probleme me ta. Ishte njëri që mund të marrësh vesh shumë perfekt me ta. Kur ka qenë biseda juaj e fundit me Shpatin? Besoj ditë para, bashëm. Përgatit për ditë folshëm në telefon, sa kishna edhe projektin me zerr edhe i kam tjetër me Erik Loshin, që dhe bashkë, me datë 10, pa shumë datë 6, dhe maksimumi dhe me datë 10, me datë 6. Se pastaj ka qenë një këngë së bashku me Erikun. Do të 6, po në mund si është po të ishte gjallë, do kishte xheru, dhe më thënë do kishte kallëzanin tjerë se së. Edhe të ditë ishte marrë me datë 10, me do kishte në 0. Është konfirmuar që ai kishte pranuar që të ishte pjesë e Big Brother VIP Albania. Pse ishte ky vendim i Shpatit? Është më shumë imi. Është më shumë imi. Dhe kisha shef që nga që edhe kena punu shumë këtë vite, se dhe mos këtë vitin e fundit, kena zerë pakën 10 videoklipe, 10 këngë, edhe thash, tim bëj që ndjezim pak ma shumë,
edhe kishte edhe projekte prapë të mira, domethënë edhe kanë tani të zgjash një super count me Eric Lotion, një timin big, merr pak më ashtu edhe bëjmë pastaj edhe një ditë account shpejt edhe ta rrije prapë maksimumin sikur nivelet e larta si ka qenë. Thjesht domethënë thjesht ide. Edhe mi ka pushtet gjithmonë ide, s'ma prisht asnjëherë. Po. Edhe kjo, ishte edhe aty ide, jo vetëm jam. Dhe jam më shumë. Së fundmi ai kishte ndjerë, po themi që se ne jemi rritur me këngët e Shpatit dhe nuk është bërë dasëm në Shqipëri që nuk e ka kërcyer valle kosovare, po duke qenë se së fundmi, po themi, tregu shqiptar është, po themi, ka devijuar pak nga këngët e bukura shqiptare, nga këngët që mbajnë mend tekstet. Ai kishte ndjerë pak Shpati këtë pjesën e këngës që ndoshta edhe kjo futje e Bigut ishte që t'i jepte edhe një herë një boost për ta, sa ai ishte si muzikant i formuar, po ndoshta për ta risjell akoma më shumë pranë shqiptarëve. Jo, Shpati ras ka pas. Në kupton, Shpati ishte akoma në nivele të larta. Por ishte që më arrit me qenë fiks më i miri, do thënë vendosëm që t'i japim t'i japim shumë ndajtim me klipit edhe pastaj dam tim edhe mbi. A kishte ndonjë merak Shpati që donte ta bënte se s'bën? Merak jo, pa realizueshëm sepse këta do bashkë tani. Pastaj tani që më arrit me qenë më i miri do kishte arrit mos ndodhte kjo gjë. Domethënë si ishte një gjë si sorrit. Domethënë s'besoj se ka qenë emër aktive. Me ikjen e Shpatit, çfarë ka humbur realisht muzika shqiptare dhe çfarë kanë humbur shqiptarët me ikjen e një artisti kaq të madh si Shpat Kasap? Normal, hop i legjend, hop një legjend muzikës shqiptare. Si që tha dhe vetë për para, një arrit me këngët e tija. Hop një legjend. Hop një legjend. A keni ndonjë histori të bukur për treguar pra ndonjë moment, se gjithmonë Shpatin e kemi parë të qeshur kudo që shkonte, pra edhe në rrugë po ta shifje edhe vetë po t'ishte ndonjëherë e jepte ndonjë buzëqeshje kështu me vete, pra ka qenë gjithmonë i qeshur. Tam drejtën gjithmonë, çdo moment ka qenë të mirë me ta. Çdo moment. Kujtet një videoklip që banim në Kosovë. Dhe e thash, do dalë edhe unë pak aty, thash, është kot, ta me dalë. Ta me ta? Po, thamë, si me, ta kesh kujtim. Tani thamë me vetë, mos e ka ndjej zemra, shkretit. Është zot. Se me ta me seriozisht kanë qenë gjitha momente e mira. Thash, s'kish kur një herë, nuk s'ekzistote ti të bash debat me Shpatit. Nuk ekzistote mos të marrësh vesh me ta. Po, s'ekzistote. Po, s'ekzistote. Kohët e fundit ishte zhvendosur për të jetuar në Tiranë. Pse ky vendim? Nga që ishte më qenë se kishte koncerte javë për javë. Po edhe darzme, po edhe kur ishte me lëviz diku i kishte më afër si Kosovën, si Maqedoninë, si Malin, si Greqinë, po edhe me ikën në Itali. Besoj, do të thënë, për këta kena po më shumë. Për këta ka qenë më shumë, se ka marrë si vendim. Keni pasur komunikim me familjen? Po, normal. Anton, faleminderit shumë për intervistën. Ju shpreh edhe një herë ngushëllime për humbjen e Shpat Kasapit. Sigurisht që ngushëllime duhet shprehur edhe për gjithë shqiptarët, në fakt se ka humbur vetëm familjarë, po edhe Shqipëria ka humbur një artist shumë të madh. Faleminderit shumë për që gjetët kohë për këtë fjalë kaq të ndjera për Shpatin. Faleminderit ju. Faleminderit. Gjithë mirë.